Me emrin e Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit. Tregimi i Imam Mehdiut, udhëheqësi i fundit. Një kohë të largët, ndoshta jo aq larg sa mendojmë, toka ishte mbushur me padrejtësi. Sundimtarët e padrejtë kishin pushtuar vendet, të varfrit ishin harruar, e të drejtët ishin shtypur. Zemrat e njerëzve ishin bërë të forta, siguri, dhe mëshira po zhdukej nga faqja e dheut. Bota ndodhej në një gjendje ankthi të thellë, dhe gjithçka dukej sikur po shkonte drejt errësirësh. Pikërisht në atë kohë, njerëzit filluan të luteshin më shumë. Ata kërkonin me zemër një shpëtimtar, një udhëheqës që do të sillte drejtsinë e humbur. Dhe Allahu që kur nuk i lë robërit e tij pa udhëzim, ishte ruajtur një njerëz të veçantë për këtë mision madhështor. Ai ishte Imam Mehdiu, i udhëzuar nga Allah. Emri i tij do të ishte si ai i të dërguarit Muhammed, paqja qoftë mbi të. Dhe ai do të ishte nga pasardhësit e tij, nga gjaku i pastër i Fatimes radiallahu anha. Ai do të kishte një zemër të pastër, një drejtësi të pakrahasueshme dhe një qëllim të vetëm ta mbush botën me drejtësi, ashtu siç ishte mbushur me padrejtësi. Në fillim askush nuk do ta njeh. Ai do të jetonte një jetë të thjeshtë, larg syve të botës. Por shenjat do të fillonin të shfaqeshin. Trazira do të përhapej në mbar tokë. Njerëzit do të kërkonin me dëshpërim një udhëheqës të vërtetë. Në fund, një natë në Qabe do t'i ofrohej betimi i besnikërisë. Ai do të ngurojë, do të tërhiqet, por njerëzit do ta kapin dorën e tij me lët në sy dhe do t'i thonë: "Ti je ai që është premtuar. Ti je i udhëzuari që do të na udhëheqë." Nga ajo ditë, një epokë e re do të fillojë. Ai do të udhëheqë me drejtësi. Do të shliroj zemrën, do të mbrojë të pafajshmit dhe do të mposhtë shtypësit. Me të do të qëndrojnë njerëzit më të devotshëm, ata që i besojnë Allahut dhe e ndjekin të vërtetën pa frikë. Allahu do të bekojë tokën në udhëheqjen e tij. Shiu do të bjerë në kohën e duhur, e bereqeti do të mbush arat dhe njerëzit do të jetojnë në paqe. Por kjo nuk është e gjithë. Kur të vijë koha e përcaktuar nga Zoti, qielli do të hapet dhe nga ai do të zbresë Isai, biri i Meremjes, paqja qoftë mbi të. Ai nuk do të vijë me një fe të re, por do të zbresë si pasues i Islamit për të vazhduar rrugën e së vërtetës. Imam Mehdiu do ta përshëndes dhe do t'i ofrojë udhëheqje. Por Isai a.s. do të falet pas tij, për të treguar se Mehdiu është udhëheqës i zgjedhur i kohës. Së bashku ata do të përballen me armikun më të madh, Dexhalli, gënjeshtari i madh që do të mashtrojë shumë njerëz me magjinë dhe mashtrimet e tij. Dexhalli do të sjellë kaos e frikë, por me fuqinë e Allahut dhe me besimin e palëkundur të Mehdiut dhe Isait, e keqja do të mposhtë. Sa fitorie të madhe do të vijë një periudhë që njerëzimi nuk e ka parë ndonjëherë. Paqe, drejtësi, besim, begati. Njerëzit do të falen së bashku, do të ndajnë pasuri. Nuk do të ketë më varfëri as padrejtësi. Askush nuk do të ketë nevojë për ndihmë, sepse gjithçka do të ndahet me drejtësi. Imam Mehdiu do të jetojë me njerëzit për disa vite. Do t'i udhëheqë ata me urtësi dhe mëshirë, pastaj do të largohet nga kjo botë, siç largohet çdo krijesë. Por gjurmët e tij do të mbesin për jetë në zemrat e besimtarëve. Një kujtim i lavdishëm i drejtësisë që ringjalli botën. Sot miliona muslimanë anë mban botës presin me shpresë ardhjen e tij. Nuk është një pritje e verbër, por një thirrje për përgatitje. Të pastrojmë zemrat tona, të forcojmë besimin ton, të jetojmë me drejtësi dhe të lutemi të jemi në radhët e atyre që do ta ndihmojnë kur ai të vijë. Sepse Imam Mehdiu nuk është thjesht një njerëz. Ai është premtimi i drejtësisë, shpresa e të dobëtëve dhe shërbëtori i së vërtetës.